Zonja Zvan Kryeministre, do informacion këtu? Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër të gjitha të mallsa do merren. Zëvendës kryeministri Albana Koqiu, shoqëruar nga kryebashkiaja e Durrësit Emiriana Sako, ka bërë homazhe në familjet e 2 fëmijëve të mitur që ndërruan jetë tragjikisht në aksidentin e mesditës së ditës së diel. Koqiu shpreu dhimbjen për humbjen e të miturve, duke theksuar se kjo është një tragjedi që nuk mund të ngushëllohet me fjalë. Zëvendës kryeministri thekson se kjo tragjedi është një thirrje që na përball me nevojën për më shumë përgjegjësi dhe respektim të standardeve dhe ligjit. Sipas saj është e nevojshme që të garantohen standarde të larta sigurie në çdo hapësirë, duke mos lejuar asnjë neglizhencë me pasoja të parikuperueshme për jetën. Kjo tragjedi është një thirrje e dhimbshme që na përball me nevojën e domosdoshme për më shumë përgjegjësi, për respekt të palëkundur ndaj rregullave dhe standardeve, ligjit, por mbi të gjitha për një ndërgjegje më të lartë njerëzore. Është detyra jonë e përbashkët të kërkojmë dhe të garantojmë standarde të larta sigurie në çdo hapësirë, duke mos lejuar asnjë neglizhencë me pasoja të parikuperueshme për jetën, ka deklaruar zëvendës kryeministrja. Prindrit mbajnë bisupe një peshë që asnjë zemër nuk duhet ta njohë. E vetmja gjë që mbetet është të qëndrojmë pranë tyre dhe të lutemi që të gjejmë forcë për të jetuar me këtë plagë që do të mbetet gjithmonë e hapur. Në këtë ditë të rëndë që ka troditur çdo familje shqiptare, ndava nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre, ka deklaruar Koqiu. Aksidenti i rënd u regjistrua mesditën e 3 majit në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ku 57 vjeçari Nikola Radaçi teksa drejtonte automjetin e tij, tip Mercedes-Benz ML me shpejtësi të lartë, përplasi 3 fëmijë të moshave 8, 10 dhe 12 vjeç që ndodheshin në trotuar. 2 prej tyre, 10 dhe 12 vjeçar, ndërruan jetën në vendngjarje, ndërsa 8 vjeçari u dërguar në gjendje të rëndë në spital. Drejtuesi i mjetit rezultoi në gjendje të dhëur në momentin e aksidentit, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në gjendje të dhëur dhe largim nga vendi i aksidentit.